data 17 mars 2026. Kemi një ditë Marte me ndikime, me ndryshime të mëdha. Por kjo ditë është një ditë që rrezaton në ndryshimin e madh që vjen për sa i përket punës, për sa i përket karrierës dhe jo vetëm. Ajo që do të ndikohet është sepse ndikimi i Marsit dhe i Mërkurit që jep një ndryshim shumë të madh në lidhje me çështjet aktuale, në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me vendimin që mund të merrni, por gjithsesi është edhe një ditë ku ka të bëjnë edhe me disa vendime që mund të marrim në kohën e duhur, por meqense kemi disa kënde planetare, siç është Afërdita në gjashtkëndësh me Marsin, ku Afërdita nga njëra anë është ana ekonomike financiare dhe dashuria e munguar me problemet. Marsi